Falenderoj. Unë mendoj që para debati i bërë për debatin që po bëjmë, pra pse unë ika në Shkodër, është një debat artificial, më shumë do thoja i spinuar dhe jo natyral. Pse nuk është natyral? Sepse në traditën e partive politike, qoftë Partisë Demokratike, por edhe Partisë Socialiste, drejtuesit politik zakonisht nuk janë nga qarqet e tyre, zakonisht. Në 70-80% të rasteve dhe të historisë së menaxhimit proceseve zgjedhore, por vinë si drejtues të lartë partive politike që shpërndahen me autoritetin e tyre për të organizuar harmonizimin e mbarvajtjes së marrëdhënieve në një proces zgjedhor të forcës politike. Në rastin konkret, u bë një debat për shkak se unë kisha një ndikim shumë të madh në Elbasan, por unë nuk ika si përfaqësuesi i Elbasanit në Shkodër, unë ika si nënkryetari i Partisë Demokratike, pra drejtuesi i lartë politik, për të ushtruar aktivitetin politik në një qark shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Pra u përputh pozicioni i lartë me rëndësinë që kishte Shkodra. Dhe këtu për mua nuk ishte asnjë lloj vendi për debat, pavarësisht debatit që krijoi. Si u prita unë në Shkodër, shumë mirë u prita në Shkodër, nga opinioni qytetar dhe nga strukturat e Partisë Demokratike, sepse ishte një gjë që unë e përjetoja dhe e kuptoja vetë dhe nuk ishte nevojshme të ma thonin tjerët. A ka pasur themi pikpyetje nga vetë antarët, po sigurisht i kemi sqaruar vetë, unë e kam gjithmonë kurajon t'i them gjëra drejt për drejt dhe t'i kërkoj nga tjerët që t'mi thonë drejt për drejt. Dhe kjo ka bërë që të forcohet ajo marrëdhënia njerëzore në radh parë, pastaj dhe ajo marrëdhënia politike që është një marrëdhënie krejtësisht e pranuar, e mirë pranuar që momentin që unë ika drejtues. Pra s'kishte vend për debat pse ika dhe nuk janë triumfe këto të drejtuesit politik. Vërtet, ne jemi aty për të menaxhuar produktin politik, por zakonisht janë shumë faktorë për produktin politik. Pra jam edhe unë faktor ndër faktorët e tjerë. Është vetë dega, është vetë drejtimi i degës, janë personat që kanë aktivitet dhe njohje politike, në rastin e Shkodrës, Greta, Bardhi, të tjerë që erdhën të ri, Kliti, Tedi, siç e thash, dhe ato të tjerë që erdhën nga partitë aleate. Dhe kjo vlen edhe për degët e tjera, nuk është vetëm Tomori ai që përcakton fatin e Elbasanit. Janë dhe faktorët e tjerë që përcaktojnë fatin e zgjedhjeve, qoftë për Korçën, qoftë edhe për Tiranën. Pse humbën këto qarqe? Nuk mundet, domethënë, gjithmonë ne të spostojmë debatin. Jo, nuk është debat, kjo është faktike. Dhe humbjen ne t'ja veshim si zhgun drejtuesit politik. Apo fituam ne dhe unë të dalë tani në çdo studio, unë kam fituar dhe... Jo, këto janë faktet. Zoti Boçi, le t'i përmbahemi fakteve. I referohemi Elbasanit. Pse ai rezultati i dobët në Elbasan? Rezultati i dobët në Elbasan ishte se procesi zgjedhor në Elbasan u shkatrua në mënyrë kapilare nga majoranca, e cila përdori të gjitha mjetet, u hodh në sulm për të arritur gjithçka dhe për të bërë ajo gjithçka për atë gjithçka, bëri gjithçka për gjithçka. Nuk e bëri vetëm në Elbasan, por e bëri edhe në qarqet e tjera. Dhe normal efektin më të fortë e dha në Elbasan, ndoshta për shkak të natyrës, për shkak edhe të prirjes së vetë qarkut të Elbasanit, apo të mënyrës se si u menaxhua fushata elektorale nga vetë kandidatët e tërësisë së listës së qarkut të Elbasanit. Pra, nuk ka një faktor. Janë shumë faktorë, por t'i heqim shumë faktorë dhe të lëm një faktor. Se po flasim për zgjedhje, po pse rion u bën zgjedhje në Elbasan? Pati zgjedhje në Elbasan, pati zgjedhje në Shkodër, se unë i pranoj gjitha këto debate që bëm deri tani, unë i pranoj nëse ka pas zgjedhje. Por po i fshit gjitha si në një fushë rëre dhe po them po dal tek pjesa kryesore. A pati zgjedhje? Unë them që pati zgjedhje, zoti Boçi. Që bëjmë këtë debat, ne duhet të vendosim standartin. Standarti është që pati zgjedhje. Çfarë zgjedhjesh? Të modelit vitit 46. Të njëjtit model që pati edhe në Shkodër. Kur kërciste Gogla në kuti. Patjetër që a nuk kërciti Gogla në kuti në Shkodër? Që ky është i djathtë dhe ky është i majt. Jo, pse fitua aty dhe pse u humb në qarqet e tjera? Mos krahasojmë